Noja si do t'jetë kjo vizitë, nëse mund të flasim për këtë. Po kushrim, e përmende edhe ti, vetë që nga shtatori i 2020, vitit 2020, kur vetë është arrestuar Agja Salim Mustafa, ka qenë një proces goxha i diskutuar lidhur me atë se çfarë po ndodh atje dhe shpesh edhe vizitat për të kanë qenë të redaktuara dhe çfarë duhet të bisedohet apo jo me të. Para pak ditësh kam bërë një kërkesë për ta vizituar dhe është aprovuar nga dhomat e specializuara dhe do të takoj të premten, një vizitë që realisht nuk e kam parë Agjën tim tash e 5 vite, edhe nuk e mohoj që do t'jetë një vizitë emocionale, ndonse shpesh kemi raportuar për gjendjen e tij fizike, për situatën si është atje, për procesin përgjithsisht si po shkon, por ndoshta edhe me dëgju nga afër është krejtësisht ndryshe. Dhe kërkesën e kam bërë si familjare dhe në shkrimin që më është kthyer përgjigjja nga dhomat e specializuara është riteksuar pikërisht kjo, që duhet të ketë kujdes që çdo informacion që bisedohet me të paraburgosurin nuk duhet të transmetohet në media në një mënyrë apo në një tjetër që vetëm mund të rrezikoj palët apo dëshmitarët apo të gjithë që janë të përfshirë. Dhe sigurisht është cekur dhe është përmendur që qoftë në një lloj apo në një tjetër në mënyrë direkte apo indirekte nuk duhet të transmetohen bisedat që kemi dhe që do të realizojmë me të paraburgosurit. Nëse flasim për nga aspekti emocional e përmenda, jam goxha emocionuar realisht, po që do të mundohem që do të lidhemi sërish dhe do të diskutojmë lidhur me atë që çfarë më lejohet të them për publikun dhe shpresoj që do të kemi vetë lajme të mira. Po, vetëm mos dalim jashtë atë temës, le të jemi këtu. Nuk ekziston asnjë dispozitë ligjore tani më që janë dalë në artës me vizitu Salim Mustafa. Nëse si gazetar tani është kjo ka me vizitu në cilësi familjarët. Kështu që nëse e viziton i bën të fala. Sepse një. E dëgjova Arta? Faleminderit shumë. Besoj do Faleminderit shumë. Po e dëgjova fare mirë, faleminderit shumë. Dhe besoj që aty në kërkesë vetë ishte e cekur që relacioni me media që kam të ketë kujdes që të mos transmetohet biseda në media. Po si familjare, çfarë do të thuash? Ndjeshmërinë kështu personale, një fjali? Arta? Besoj kushtrimi kisha dhënë që më ka marrë malli me pa, po që nuk po du me zgjatë ma shumë se është një çështje goxha emocionale për mua. Po, për pas që të ka marrë malli me pa, edhe që je krenare, edhe ti si Arta o si familje. Arta, po solidarizohem me ty që ke emocione,